Opozitarët BDI dhe Lidhja Shqiptare kanë reaguar ndaj ministrës së arsimit Vesna Janevska, duke akuzuar se po tenton të anashkalojë Badenterin në ligjit për arsimin dhe se politikat e saj po dëmtojnë arsimin në gjuhën shqipe, ndërsa kërkojnë respektimin e garancive kushtetuese dhe të drejtave të shqiptarëve. Integristët akuzojnë ministrën Janevska për sulm ndaj Badenterit dhe marrëveshjes së Ohrit, duke kërkuar që ajo të kërkojë falje dhe të tërheqë deklaratën e saj. Janevska e quan Badenterin mjet, kërkon që ai të mos zbatohet aty ku ajo dhe qeveria mendojnë se nuk duhet. Kushtetuta nuk ja jep këtë të drejtë. Amendamenti 10 kërkon shumicë së dyfisht për ligjet që prekin arsimin. Zbatimi i Badenterit nuk varet nga vlerësimi personal i Janevskës, nëse një ligj i caktuar i prek shqiptarët. Sipas BDI-s, edhe më poshtruese është se në deklarat, në kontekstin e blokadës nga deputetët shqiptar, ministra flet për shqiptarët si për një komunitet të vogël, ndërsa kritikojnë partinë shqiptare në qeveri vlen se nuk po i mbrojnë shqiptarët. Nga ana tjetër, Lidhja Shqiptare thotë se vendimet kokë më vete dhe deklaratat e Janevskës dëshmojnë qartë hovin e qeverisë aktuale kundër arsimit në gjuhën shqipe. Këto veprime nuk çojnë askund tjetër vetëm se në vitet e 90-ta, kur pushteti njëjtë ndalonte ndërsa shqiptarët kërkonin shkolla shqipe, fakultetin pedagogjik dhe universitetin në gjuhën amtare. Për çka kemi edhe dëshmor, e gjithë kjo po ndodh me Aminin Heshtjen dhe vazalitetin e të përzgjedhurve shqiptar të Mickovskit në qeveri. Përndryshe, më 6 gusht, duke folur për 3 ligje të arsimit të lartë që janë në procedurë parlamentare e që janë bllokuar nga partitë opozitare shqiptare, të cilat këmbëngulin që gjatë miratimit të zbatohet parimi i Badenterit, ministra Janevska tha se nuk është në rregull që shumica e Badenterit të përdoret si mjet për arritjen e zgjidhjeve politike. Në një intervistë për Mian më 14 gusht, Janevska tha se beson se arsyeja do të mbizotrojë dhe se kuvendi do gjejë forca për të kaluar çështjet politike, përkatësisht që këto 3 ligje sipas saj të mos përdoren për zgjidhjen e ndonjë çështje tjetër.